Çdo qendër votimi apo numërimi do të ketë një koordinator sigurie, të cilët do të informojnë policinë në rast se evidentojnë shkelje gjatë zgjedhjeve të 11 majit. Antarët e Komisionit Rregullator në KQZ miratuan dhe rregullat e veprimtarisë së Policisë së Shtetit në shërbim të zgjedhjeve parlamentare të pranverës. Në rastet kur koordinatorët e sigurisë konstatojnë praninë e personave të pa autorizuar ose veprime që cënojnë mbarvajtjen e procesit të votimit në ambientet e brendshme ose të jashtme të perimetrit të godinës ku ndodhen qendrat e votimit, ata sinjalizojnë menjëherë Policinë e Shtetit. Çdo efektiv do të ketë badge identifikimi, ndërsa në rast sinjalizimi do të duhet të marrin menjëherë masa dhe të referojnë rastet të cilat do të ndiqen penalisht. Nëse evidenton veprime apo situata që pengojnë ose cënojnë procesin e votimit në përputhje me nenin 109 të kodit zgjedhor, merr menjëherë masat për rivendosjen e rendit dhe sipas rastit referon çështjen për ndjekje penale pranë prokurorisë kompetente. Dhe njëherë u theksua se veprimet e Policisë së Shtetit duhet të jetë në mbrojtje të zgjedhësve.